në katën e tretë, vërtet kishin ngritur flamurin. Flamurin me zhga pajull. Dhe në kohën që jam vjetur unë, recitonin Bedri Qaku, reciton të himnin e flamurit. Baroj Bedriu reciton të Gëzi Betolli. Ishin me qindra të tjerë. 200, 300 veta poshtë edhe lartë, që rrinin gatitu para flamurit. Do me thënë, ky ka qenë momenti i ngritjes flamurit. Sa mund të ketë qenë ora? Unë nuk mund të flas me saktësi se ne s'kishim orë atje. Por, Mohamedi duke qenë aty nga afër mezitat. Bëhet fjalë data 21 gjithmonë, 21 duke gdhir 22. Data 22 ka qenë data, ka qenë vetmja ditë që burgu ose kampi ka qenë pa policë. S'ka pasur asnjë policë. Më thënë, komandën në brenda kampit e kishin të bukosit, komplet. Asnjë ushtarak nuk shkeli brenda territorit të gjembëve, telave me gjemba. Jashtë rrethimet ushtuan u bën 3 rrethime. Tashme me policë, jo me ushtarme. Ushtarët i hoqën. Revolta e Shfaqit mbaroi datë 23. 23 janë dënuar këta 12 që thashun, 12 veta. 4 me vdekje, 8 me 25. Të tjerët i morën dhe i quan në etujsi në Tiranë, etujsi speciale, dhe i ndanë pastaj në 4 grupe.